Shikues të nderuar, jemi rikthyer sërish së bashku drejt për së drejti për të vijuar në këtë çaste me të tjera zhvillime që vijnë pikërisht nga atmosfera e protestës që do zhvillohet ditën e sotme, por do të fokusohemi pak në këtë moment për të trajtuar mënyrën se si është duke e parë kryeministri Edi Rama këtë protestë. Për të folur për këtë çështje, unë do të kem në këtë moment gazetarin dhe aktivistin Aulon Kalaja në një komunikim të drejt për drejt. Zoti Kalaja, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit shumë që gjete kohën për këtë bisedë si fillim. Ju i keni ndjekur nga afër protestet, keni qenë pjesë e saj përgjatë këtyre ditëve. Konkretisht, do doja të t'jap pak në lidhje me mënyrën se si e ke parë dhe si e ke lexuar ti qëndrimin e kryeministrit Rama ditën e sotme, duke marrë parasysh pamje që jemi duke përcjellë prej më shumë se 2 orësh tashmë për marshimin dhe kolonën e jashtëzakonshme që ka pushtuar rrugët e Shqipërisë së kryeqytetit, konkretisht tashmë pasi kanë zbarkuar deri në Tiranë. Kam qenë protest, kemi organizuar njerëz në protest, kam qenë pjesë e proteste që ka ndodhur në qytetin e Fushkrujës dhe do jemi pjesë e të gjithë protestave që po ndodhin në vend, sepse janë protesta absolutisht të jashtëzakonshme, të cilat Shqipëria po i përjeton në një moment shumë delikat të saj. Ajo që doja të thoja unë është që kryeministri ka humbur lidhjen me realitetin. I duket gjithçka inteligjencë artificiale. Me sa duket ka një tufë servilesh që e kanë rrethuar tani më dhe atë gënjejnë, ai nuk i shet dot protestuesit, ka një mani që kur ka protesta nuk qëndron dot në zyrë sepse nuk e përballon dot protestën, është ai së njeriu që nuk e përballon dot thirrjen e shqiptarëve, të cilët i kërkojnë largimin pasi kryeministrat përgjithsisht mandatet e treta, po edhe në mandatet e katërta, që është akoma më keq, kthehen në përbindshëm. Nuk mund ta pranojë dot këtë realitet. Dhe ai largohet nga zyra, rrethohet nga njerëz të cilët i tregojnë që Shqipëria është duke u lulëzuar dhe ka kontakt me 3-4 mijë njerëz besoj në Shqipëri që i kanë punët mirë, sepse pjesa tjetër e popullatës sigurisht që po lëngon çdo ditë nga varfëria dhe nga ekstremitetet që po ndodhin, sepse ka një shkputje shumë të madhe midis atyre që janë shumë të pasur dhe atyre që janë shumë të varfër. Pra po vdes shtresa e mesme. Po vdes në mënyrë artificiale sepse ata janë shesh tani më. Të gjithë profesionistët e lirë kanë zbritur në shesh dhe leximi që i ka bërë sot kryeministri ka qenë një lexim, duhet të thënë, shumë i tmerrshëm, i një proteste të jashtëzakonshme që ka tronditur dhe ka rrëmbyer faktikisht zemrat e shqiptarëve. Ti krahasosh njerëzit me algoritme, ti krahasosh njerëzit me shal, me kremra, ti krahasosh njerëzit me flamingo, ti krahasosh njerëzit me mimikat e tij, të cilat duhet të thënë janë totalisht pavënda në këto momente që flasin, tregon që ti nuk je kurajo për ta lexuar protestën dhe për ta parë atë thirrje e qytetarëve në sy. Mendoj që është njeri i cili është në gramat e fundit, me që jemi afër datës 2 korrik dhe ne dim shumë mirë se çka ka ndodhur këtu e 30 ca vite të shkuara. Pra, gjithë ajo ngritje e qytetarëve shqiptar për të shkuar drejt ambasadave dhe për ta shkelmuar atë regjimin e vjetër, mua më duket një déjà vu, historia përsëritet, po këtë rast në formën e një tragjikomedie, ku aktor është ky personazh vetë tani më që më parë me sa duket kërkonte atë thirrjen e famshme Liri Demokraci, por tani është duke konsumuar vetë dramën. Që do të thotë, është një njeri që po kopjon Rami Pelin, kur në Shqipëri po linte procesi i ri demokratik apo pluralizmi politik, ai thriste antimitigje, thriste njerëz, rrethohej nga servile etj, nga njerëz të cilët ishin të diskredituar nga historia. Tani me sa duket po ndodhe njëjta gjë me kryeministrin Rama. Ka mbledhur rreth vetës disa servil dhe sot ju mante fjalime triumfatore atyre deputetëve të cilët edhe ata do t'i ikin. Siç kanë filluar të rrjedhin disa deputet nga forca e Partisë Socialiste, ai ka pasur sot një fjalim totalisht paranoiak, të krahasueshëm me fjalimin që i tha jo armë kimike në vitin 2013. Pra, nuk duhet hym psikikën e tij sepse nuk jam psikanalist, por me çap lexova gestikulacionin sot dhe mënyrën se si merrte frym, mendoj që i ka punët shumë keq. Por sa më keq tiketa i punët, aq më mirë i ka punët Shqipëria. E qartë. Zoti Kalaja, konkretisht, a mendoni që në këtë moment kryeministri Rama ndihet i cënuar për pushtetin që ka, duke marrë parasysh edhe masivitetin e qytetarëve, të cilët kanë zbarkuar prej ditësh tashmë në kryeqytet dhe ardhjen e mjera automjeteve, të cilët tashmë duket se
nuk do të jenë vetëm për pak ora, ata kanë paralajmëruar që do të jenë në Shqipëri, se biletat e tyre janë vetëm vajtje në këtë rast dhe nuk do të ketë një kthim derisa kryeministri të largohet. Një pjesë e mirë e tyre, me cilën kemi komunikuar pak çaste më herët edhe nëpërmjet kolegut Lady Boldi, kanë thënë se sot është dita e fundit e kryeministrit Rama dhe se kemi ardhur për t'i dhënë fund kësaj qeverisje. A besoni tek kjo qasje e diasporës më së shumti, pasi janë ata që e kanë ndier më shumë le të themi të gjithë qeverisjen dhe mënyrën e keqe se si e kanë menaxhuar prej vitesh, duke marrë parasysh që janë detyruar me hir ose pa hir që të largohen nga vendi? Shiko, unë kam zgjedhur sot protestoj me një pankartë e cila tregonte shqiptarët kur iknin nga Shqipëria, të kthyer me kurriz, me çantat ngarkuara në kurriz dhe mënyrën se si ata kthehen sot për t'i dalë zotat dheut. Pra, nga njëra anë është drama e shpopullimit, nga ana tjetër është rikthimi i tyre për të shpëtuar Shqipërinë. Më kujtojnë ato vargjet e famshme të Fanolit, mbau nën mos ki frikë se ke djem në Amerikë, duke ju referu protestave të fuqishme që kanë ndodhur për te oqeanit, por në të 6 anët, sepse fatkesia më e madhe e kombit shqiptar është që kufizohet me veten e vet, dhe dyta është që shumica më e madhe e popullatës saj ndodhet jashtë shtetit, që do të thotë familja shqiptare është e përgjysmuar, gjysma e familjes jeton në Shqipëri, gjysma tjetër jeton jashtë vendit. Sot është shansi për t'u bashkuar familja shqiptare, për t'u bashkuar në protestë, ku ka gjë më të bukur se sa të bashkohet familja në protestë. Pra, un kam parë sot prindër, nëna, vëllezër dhe motra, të cilët prisnin vëllezërit e tyre, të cilët kanë sakrifikuar. Është marshimi për Shqipërinë, është një marshim jashtëzakonshëm, një marshim historik që do të mbahet mend gjatë si një kalvar i atyre makinave që po vinë nga jashtë brenda, që faktikisht na mësojnë figuracionin e kalvarit të vuajtjeve që kanë pasur shqiptarët ndër vite për t'ikur nga keqeverisja 36 vjeçare. Pra, duke e parë të këndvështrim, unë gjykoj që Rama këtu cënohet, i ka dalë situata jashtë kontrollit, është një njeri i cili tani më është në ngrahmat e fundit të pushtetit të tij dhe nuk e di se si do ta menaxhoj, thjesht po i mat pulsin qytetarëve deri ku ata shkojnë, dhe prandaj unë mendoj që ky është momenti për ta shtyrë. Shiko, regjimet në të gjithë botën janë në momente kritike si pasojë masivitetit dhe numrave që ndodhen shesh. Demokracia përcaktohet nga numrat, protesta përcaktohet nga numrat. Mua nuk më interesojnë fare fjalimet në protestë. Unë kam dalë në protestë dhe po ja u them me sinqeritet që nuk kam dëgjuar asnjë nga fjalimet, me shumë respekt për shumicën e atyre që kanë folur, me një pjesë skepticizmi për i pjesë tjetër cilët kanë mbajtur fjalime për mendimin tim. Nuk du t'i jap konotacione, se s'du ta sulmoj kur protestën, jam pro protestës dhe e kam përshtet që ditën e parë, por du të them, imagjinoni për disa momente sikur të keshim forcat më të mirë në botë dhe sheshin me pak njerëz. Pra, kjo nuk do na jepte fare forcë. Atëherë, cila është forca kësaj proteste? Është masiviteti. Nuk na duhen folës mirë, por na duhen numër në shesh. Dhe që nga dita e parë e protestës i ka mëshuar këtij fakti. Nuk na duhen fjalimet bukura, por na duhen numrat në shesh, të cilat i kallin datën kryeministrit Rama. A është i cënueshëm sot pushteti i tij? Po dhe po, sepse ai është tani më një njeri, një kufon e vdekur dhe e pakallur politike në këto momente që flasim, që as të tillë nuk e kuptonin sot mënyrën se si i mbante fjalim. Po ti shikosh gjithë fytyrat e socialistëve ditën e sotme, megjithëse kanë qenë të impostuar për të nejtë buzëqeshur, në momentet që i kapte kamera, dhe ne dim shumë mirë se si e kanë kamerën socialistët, cilët e kanë me regji dhe e kanë të përpik çdo imazh, çdo mesazh që jepet në ekran, ka qenë totalisht i mërzitur. Nuk kishe ku t'i kapje një buzëqeshje socialistëve ditën e sotme, duke pas parasysh dhe energji negative që transmetonte kryeministri. Unë mendoj që ai është në hallin më të madh që ka qenë ajher në pushtetin që tani më është në kapërcyer të 13-14 viteve në Republikën e Shqipërisë. Prandaj mendoj që forca e qytetarëve sot është protesta, afrimi të sheshit Skënderbej, marshimi dhe absolutisht përshkallëzimi i protestës. Unë gjykoj që ka ardhur momenti që protesta duhet të përshkallëzojë. Tani nuk them unë as që të ushtrohet dhunë, as që të bëhet një veprim tjetër, por është momenti që të mendohet një formë reale përshkallëzimi, jo marshime të pa kontrolluara dhe që e lodhin qytetarin, por përshkallëzim për të sjellë një frym të re të protestës, që fillimisht ishte në fjalime rreth e qark kryeministrisë,
pastaj vazhdoi si element i ri marshimi, tani është e kaluar marshimi për mendimin tim, është një moment tjetër që duhet që ata bashkë me ne, me qytetarët që jemi aty në shesh, ta hedhin mendje dhe secili të bëj protestën e tij ashtu siç e ka bërë nëpërmjet pankarteve. Ka qenë një protestë jashtëzakonshme me një kreativitet nivelit lart, për sa i përket pankartave që qytetarët kanë sjellë në shesh, jo të printuara nga një dorë, po secili të bëj pankartën e tij, secili të tregoj dramën e tij, secili të bëj protestën e tij, secili të bëj memen e tij dhe secili të bëj edhe atë shakan ndoshta në herë me krip ose pa krip që është e pranueshme në të gjitha protestat e Europës perëndimore. Pra neve si qytetar kemi hyrë në Europë, mendoj nëpërmjet kësaj proteste. Pse? Sepse jemi të barabartë në mënyrën se si kemi protestuar, ndoshta edhe më lart se qytetet tjera të Europës perëndimore që kanë ndjekur e kanë thyer e kanë bërë, por ne kemi protestuar me gandizëm. Pra gandizmi i qytetarëve shqiptar ka qëndruar aq lart sa që ka frymëzuar edhe protesta tjera që do ndodhin më tutje në Europën perëndimore dhe kjo protestë e shqiptarëve do të futet absolutisht në katalogun e protestave të shkëlqyera që ka përjetuar jo vetëm Shqipëria por edhe Europa. Pra, për qeverinë, unë gjykoj që kemi mbetur në klasë, nuk hym dot në Europë për protestuesit dhe mënyrën se si ata e kanë sjell protestën në sytë e mediave ndërkombëtare, por edhe mediave në Shqipëri, ne e kemi tejkaluar Europën për mendimin tim. I qartë. Zoti Kalaja, më themi, duke marrë parasysh të protestet e shkuara, që arma më e forte e kryeministrit Rama për menaxhimin e protestave është pa diskutim mënyra se si zbarkon në shesh policia e shtetit dhe mënyra se si reagon përballë qëndresës së qytetarëve. A mendoni që duke marrë parasysh numrin e lartë të protestuesve që pritet të jenë ditën e sotme, do të jetë më e vështirë apo një skenar më i bukur ose mund të themi më i bukur në histori mund të ishte ajo që kanë kërkuar vazhdimisht protestuesit, pra hiqja e kapeleve nga ana efektive të policisë dhe bashkimi i tyre me protestuesit. A mund të ishte ky dorëzimi final i kryeministrit nëse ndodh diçka e tillë? Shiko, policia është me protestuesit. Kemi parasysh që ata marrin rrogën, kanë familje për të mbajtur, rrogat e tyre janë qesharake. Protesta e ka tejkaluar policinë, çfarë do lloj veprimi që të bëj policia dhe këtë nuk e kam për të demotivu protestuesit sepse ata janë shumë të qartë dhe kanë ardhur aty me zemrën dhe me mendjen e me vete që do të thotë asnjë polic nuk mund ta dëmtoj protestën. Një protestues që mbrëm atë dheun e vet është më i fortë se 10 policë ose 10 ushtarë që mund dalin në shesh. Megjithse policia me veprimet dhe mosveprimet e veta ka treguar që është pro protestës, për flasin për policët e vërtet. Ka aty pastaj njerëz gjakprishur që marrin urdhët e Ramës, që nuk kanë se çfarë bëjnë përballë uraganit të qytetarëve shqiptar, të cilët policia, për hir të vërtetës duhet ta themi, ka qenë me dy standarde. Tjetër soi është sjell me protestën e opozitës, që edhe ata kanë qenë qytetar. Mjafton t'ju kujtoj që para një muaji gjys unë u dhunova personalisht duke mos bërë asgjë ndaj policisë dhe duke më bërë dhe një akuzë që unë kisha goditur forcat e policisë, pra goditje për shkak detyrës që kërkonin nga 1 deri në 5 vjet për mua dhe u pa shumë qartë se çfarë dhune pata unë dhe si përfundova në spitalin ushtarak me dëmtime, me kontuzion në qafë dhe me epikrizën që unë e kam ndjek dhe vazhdoj ta ndjek, jo vetëm te mjekësia ligjore, jo vetëm te AMP-ja, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, po edhe në prokuroritë do të shkoj deri në fund kësaj çështje, por duhet t'ju them vetëm një gjë pa ik nga fokusi. Policia ka dalë në këto momente nga skakjera, nuk është më në lojë dhe nuk ka se çfarë t'i bëj pikërisht masivitetit të qytetarëve. Ajo që thoni ju është një tezë romantike që unë do doja të ndodhte që ata të hiqin kapelet dhe të bashkohen me protestuesit, por buka gojës, kemi parasysh diçka. Policia është në një moment shumë delikat. Ata janë të tradhtuar nga shefat e tyre të cilët bashkëpunojnë me krimin organizuar. Keni parasysh diçka që këtu policia dhe kartelet e drogës janë bërë një. Nuk po flas për ata policë të ndershëm, po flas për nomenklaturën e lartë të policisë shtetit, e cila ka dalë tani më në përgjime. Kemi njerëz të cilët bashkëpunojnë me kartelet e drogës, me element të krimit organizuar në Shqipëri dhe janë pjesë e atyre që marrin gjoba për bizneset
ose si shihet në Itali Pico, për bizneset e ndershme apo të pandershme në Shqipëri. Pra kemi të bëjmë me këtë lloj policie. Unë nuk është se kam një pritshmëri të madhe nga policia dhe ajo që kam unë pritshmëri është tek marshimi i diasporës, tek gabdizmi që po bëjnë qytetarët shqiptar, që duhen mbështetur nga dita A deri në ditën Z. Se sigurisht që protesta do të ketë një mbarim dhe sigurisht që ajo do jetë fitoria e qytetarëve shqiptar, të cilët kanë ardhur në shesh nga 6 anët dhe patjetër kërkojnë një gjë, dorëheqjen e kësaj qeverie e cila në këto momente e ka humbur pra lidhen me realitetin, ose më saktë nuk mund ta quajmë qeveri, mund ta quajmë one man show, shfaqjen e një njeriu. Askush nga ministrat, nga Këshilli i Ministrave nuk e di se çfarë përgjigje t'japi. Keni pas gazetarët tuaj në terren, të cilët ju drejtojnë pyetje ministrave apo deputetëve dhe janë pa gojë. Unë nuk e kuptoj se ç'janë këta njerëz që kanë marrë nga i mandat dhe nuk flasin për këtë situatë që po i ndodh Shqipërisë. Një qendrim duhet ta mbajnë. Vetëm 2 deputet kamikaz ka Rama, aty që kanë folë, kanë mbajtur qendrime. Pjesa tjetër e deputetëve janë gojmbyllur dhe presin nga lideri se çfarë do thotë. Pra, personi që është peng sot, që po e mban peng këtë histori, por që është edhe peng vetë, pa dashur ta amnistoj fare, është kryeministri Rama, i cili po gjen lloj-lloj armiq të jashtëm, i erë në quajti nazist, i erë fashist, i erë grek, i erë iranian, i erë agent, i erë njerëz që i shërbejmë Serbisë apo interesave që ne nuk i dim, i erë që po keq përdoremi nga interesat caktuar etj. Me të thonë drejtën, unë kam qenë çdo ditë në protestë dhe gjithë i kam parë që kanë dalë me dëshirën e vet. Mendoni ju që ka njëri që del me zor në protestë? Unë besoj që kjo është infantile dhe nuk i shkon kryeministrit si tezë dhe prandaj ka ndryshuar qëndrime çdo ditë. Nesër do dalë me qëndrim tjetër, besoj. E qartë, por mund themi që është i friksuar tashmë, është cënuar pozita e kryeministrit Rama duke marrë parasysh edhe mënyrën se si është duke u munduar që ta servir edhe në mediat ndërkombëtare. Ne kemi folur për mënyrën se si është sjellur kryeministri edhe me gazetarët e prestigjioze CNN. Ai vdes për shprehjen si dukem. Pra, nuk i pëlqen shpreha si e ose si jam, po si dukem, si dola në televizor, si dola të CNN-i, si dola të Associated Press, si dola të Reuters. Pra është i gjithë shteti në komandën e tij që t'i zbukurojë imazhin e tij, që të provohet një kryeministër i cili është i shkëlqyshëm, është një kryeministër piktor që e pikturon Shqipërinë, dhe është një tezë romantike. Ai bën batuta, është njëri i shakas dhe sa i lumtur jeton populli i tij. Po ja pra ku ja çorrën maskën. Pikërisht ta qytetarë në shesh dhe mediat e huaja kanë zbritur aty duke e transmetuar protestën edhe live. Ja kanë thënë në sy. Pra ky ishte fundi pa lavdi i këtij njeriu i cili krijoi një imazh të rrem për veten e vet, duke e pasur në thundër dhe duke shtypur popullin e tij, dhe ja ku i doli tani se do të cedonte në një moment. Nuk mund të jesh edhe me Sorosin edhe me Trumpin. Nuk mund të jesh edhe me Sorosin dhe me Trumpin. Është shumë e rëndësishme kjo. Pra, një njeri që nuk ka qëndrime, një njeri që është një kameleon, i cili e ndryshon qëndrimin e tij, që thot për Trumpin në shturpi i qytetërimit, do vendos pikpyetje marrëdhëniet e Shqipërisë me Amerikën. Pra thot Rama, dhe ky është njeriu që do ta marrë në qafë Amerikën, mos e votoni Trumpin. Bashortja vet bën parathënien e librit dhe sjell librin e Kamala Harrisit në Shqipëri, dhe ndërkohë që fiton Trumpi zgjedhjet, ai turret i kap vëndrin e tij, t'i ofrojë copat Shqipërisë etj. Unë mendoj që ky nuk ka asnjë lloj lidhje me një lider i cili mbron interesat e popullit vet dhe do i dilte tymi një ditë. Pra unë mendoj që ky është momenti më delikat i sundimit, se nuk është qeverisje, në fakt ai sundon, dhe po ta shikosh edhe në fjalorin e tij thot, neve i ka dhënë qytetarit populli votat për të udhëhequr. Pra ky është udhëheqësi ynë vizionar, ndërkohë që në Europën perëndimore vendet qeverisen, ka qeveri të përgjegjshme, të cilat në një moment caktuar, edhe pse i kanë marrë votat, futen votbesim dhe mund ta humbi legitimitetin e vet. Vërtet mandati është 4 vjeçar, por në një moment caktuar ku ty populli të del në shesh, ku numrat janë të pakontestueshëm dhe arrihet masa kritike siç ka arritur tani në Tiranë, atëherë ti duhet i thrasësh mendje sepse ti nuk i ke më 800.000 vota, të cilat i ke bler e i ke stërbler me lekët e krimit, e drogës, e patronazhizmit dhe rrogat që i mban njerëzit edhe i shtyp, por ti duhet shkosh në zgjedhje për të provuar legitimitetin tënd. Kjo ka ndodhur në Greqi me Tsiprasin. Tsiprasi fitoi zgjedhjet, i doli populli në protestë, ai dha dorëheqjen, shkoi në zgjedhje dhe i fitoi prapë zgjedhjet. Mundot që mund të fitoj kryeministri Rama zgjedhjet. Pra po flas për një situatë totalisht hipotetike, por ai e di shumë mirë që nuk i fiton zgjedhjet dhe prandaj nuk e çon
këtë qeverinë e vet apo veten e vet në zgjedhje parakoshme, se nuk ja heq kush drejtën atij për me konkuru për me qenë kryetari i Partisë Socialiste, për me qenë prap kandidat i Partisë Socialiste për kryeministër. Por këtë duhet ta kalosh edhe herë në një vot besim të qytetarët. Pse ka frikë ky njeri? Atëherë ky ka frikë sepse i ka parë numrat që i ka kundër dhe e di shumë mirë që vota tani më nuk i kontrollon, sepse është një brez i ri i cili është zgjuar tani më dhe atë njeri kërkon që ta hedhë në koshin e mbeturinave të politikës shqiptare, sepse nuk mund të shkojë një mandat i 4 në një vend me demokraturë si Shqipëria në momentet që flasim. Prandaj media ndërkombëtare e ka kuptuar dhe vaniteti i tij sigurisht është duke u rrudhur, duke u fishkur tani, dhe jemi në një moment që jo vetëm shqiptarët që e kanë kuptuar, shqiptarët që po vinë nga jashtë po, shqiptarët që jetojnë brenda po, por të gjithë ata që i duan të mirën Shqipëri se kanë kuptuar që ky njeri është një e keqe e madhe dhe duhet iki, duhet të rrëzohet. Unë do gjykoja që në rast atij do të kishte mbetur paktësi, sepse edhe dorëheqja kërkon Kollçe, dorëheqja është një institucion që njihet në gjithë vendet e Europës perëndimore. Por Shqipërinë me sa duket është mollë ndaluar. Unë mendoj që në rast se ka mbetur një grimc politike, një grimc fiber njeriu, ai sigurisht që duhet i provokoj. Zgjedhjet duhet shkojë dhe ta provoj vetën e vet se sa e duan qytetarët dhe ato 800.000 njerëz që e ka si argument tani thotë kam 800.000 vota. Ora mund t'i kesh 800.000 vota para i viti. Megjithëse unë jam dyshuar sepse ne dim shumë mirë si bëhen zgjedhjet në Shqipëri. Por tani sa vota ke? Por që të bëhen zgjedhje të lira dhe të ndershme ose të barabarta në Shqipëri, kërkohen disa kushte. Ti zotëri nuk duhet të jesh kryeministër. Ti zotëri duhet lëshosh pushtetin, duhet ketë një qeveri tranzitore, kujdestare, qeveri të përkohshme, ta quajmë tillë, me një mandat të përcaktuar dhe të ndryshoj kodin zgjedhor, sepse këtë lloj mënyre si mund të fitojnë qytetarët përballë zgjedhjes së kryeministrit, sepse ky ka kap sistemin në këtë rast. Prandaj duhen zgjedhje të lira, duhen rregulla për të gjithë, jo qytetarët të luftojnë me shpatë druri dhe kryeministri prap me mitralos, sepse ka mbështetjen e pareve të krimit, të drogës, të biznesmenëve të mëdhenj etj. Pra ai është në qeverisje tani më. Pra, unë mendoj që duhen krijuar kushtet nga qeveria tranzitore që të gjithë jenë barabartë për të konkuruar pikërisht në zgjedhje dhe ne dim shumë mirë se si do dalë rezultati. E dim shumë mirë dhe kryeministri e di, prandaj nuk ikën. E qartë. Ndër të tjera, zoti Kalaja, mendon që do të ketë një reagim ndryshe këtë herë nga mënyra se si është duke u pasqyruar tashmë edhe në mediat të ndërkombëtare edhe qëndrimi i kryeministrit Rama, i cili flet për çdo lloj algoritmi, por vetëm për atë algoritmin që kërkohet masivisht, pra ikja dhe largimi i tij nga qeveria, tashmë mund të shihet si një qasje ndryshe edhe nga ana e ndërkombëtarëve, pra do të ketë një lloj dore të dhënë në këtë rast nga ana e tyre për largimin e kryeministrit Rama, apo kjo është çështje ndoshta që nuk do të ketë një vëmendje më të shtuar? Unë mendoj që ata që i duan të mirën Shqipërisë, shtetet demokratike, të cilat janë aleatët Shqipërisë, duhet dalin dhe të japin një përgjigje tjetër Edi Ramës. Unë mendoj që shtetet që i duan të mirën Shqipërisë duhet dalin të përkrajnë popullin shqiptar në përpjekjet e veta edhe herë për liri dhe demokraci dhe për të vendosur një sistem i cili ka në bazë meritokracinë dhe drejtësinë në këtë rast. Tani, unë një thirrje kam edhe për demokratët, të cilët janë në shesh dhe unë i kam parë me shumicë, i kam takuar, një pjesë tjetër janë të dyzuar etj. Ata duhet dalin protestë sepse janë gjithë kauzat e tyre që kanë protestuar. Kur kanë protestuar ata, një pjesë e mirë e protestuesve nuk kanë qenë fare në protesta dhe kanë 13 vite që i ngrejnë këto kauza dhe qëllimi kryesor është ikja e kryeministrit Edi Rama. Mos u kompleksoni, mos u ndikoni nga tezat marksiste, jo këto muhabetet Shqipëria e re, këto muhabetet e tjera. Unë mendoj që është një moment i cili nuk ka nevojë për parrulla, por ka nevojë për veprim. Në rast se dilet në shesh, nuk ka rëndësi se çfarë thirrjesh jep, e rëndësishme është që ti ushtrosh presion kryeministrit që të shqiroj momentin dhe kapjen që i ka bërë shtetit demokratik të Shqipërisë, sepse ne faktikisht de jure jemi sistem demokratik, ndërkohë de facto sistemi është totalisht i kapur. Pra kemi të bëjmë me një sistem autokratik, kleptokratik,
kakistokraci, autarki, quheni si doni juve, por në çdo teori politike kjo nuk ka lidhje me demokracinë. Prandaj unë mendoj që numrat janë shumë të rëndësishëm dhe sigurisht që unë pres që socialistët të dalin shesh, kanë dalë një pjesë e vogël e tyre, por pjesa më e madhe janë ata që janë opozitar 13 vjeçar në Shqipëri, opozitar të përjetshëm në Shqipëri, të cilët duhet dalin në shesh për të kërkuar dorëheqjen e kryeministrit. Për sa i përket edhe herë ndërkombëtarëve, pres një përgjigje më të fortë, një reagim më të fortë nga miqtë e Shqipërisë, të cilët duhet dalin dhe të mbajnë krahun e shqiptarëve, siç bëri Parlamenti Evropian për rezolutën për zonat e mbrojtura, e cila nuk mjafton sepse ne aty nuk kemi dalë vetëm për zonat e mbrojtura, ne kemi dalë për kërkesa politike. Dhe kërkesa kryesore është dorëheqja e kryeministrit Rama e një qeverie e cila po mban peng Shqipërinë për rrugtimin e saj në Bashkimin Evropian, sepse nuk ka mundësi që duam të shkojmë në Europë dhe ambasada amerikane në 18 deklarata na përmend neve kartelet e drogës. Shkum kemi ne me kartelet e drogës? Ku hym ne tek harta e karteleve të drogës? Atëherë na çoj kjo qeveri dhe ka një pakuptimsi, ndërkohë që ne duam të hymë në Europë, kemi dhe kartele droge, nuk shkon njëra me tjetrën. Prandaj është momenti që qytetarët shqiptar të marrë një përgjigje tjetër nga institucionet ndërkombëtare. Nuk mund të kemi dy standarde. Një zonja Kost, nuk e di ç'është një Bashkimin Evropian, një pufac e Sorosit, na jep informacione se sa të lumtur jemi në Shqipëri, ndërkohë që kemi Gjermaninë, e cila është shumë aktive dhe shtete lider e Bashkimit Evropian që udhëheq politikën e jashtme, po është dhe shteti që ka fuqinë ekonomike në Bashkimin Evropian që na thotë që Shqipëria është një shtet i korruptuar dhe na ka thënë që në rast se nuk zgjidhet çështja Belinda Ballugut, nuk ka integrim Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Prandaj, mesazhet që na kanë ardhur nga Bashkimi Evropian ka qenë të dyzuara. Gjykoj që edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet marrë një qendrim qartë, e pres shumë nga ardha e ambasadorit të ri, i cili do të jap drejtim çështjeve që kanë mbetur pezull në Shqipëri, por çështja e gjithë çështjeve është që ne nuk duhet presim nga jashtë. Ne fatet tona duhet i marrim vetë në dorë, të mos presim nga ndërkombëtarët, por të japim datë armikut i cili është kryeministri Edi Rama. Prandaj unë mendoj që pas pak minutash në shesh do të përjetohet një nga protestat më madhështore që ka pas ndonjëherë Shqipëria dhe ftoj çdo deputet, çdo dron të sëmur dhe të lodhur të televizioneve të incineratorëve, të mediave që financohen dhe ushqen nga pushteti, t'i bëjnë llogarit mirë sot në shesh sepse kanë për të parë një spektakël